Faktikisht, lëvizja vetëvendosje dhe lideri i tyre Kurti e ka pjesë e strategjisë një qasit e tillë dhe veprimet e tilla që për mendimin tim, ashtu si që sqaroi mirë edhe Dardani, janë veprimet e cilat nuk sjellin zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, nuk sjellin stabilitet makrofinanciar dhe aq më tepër nuk e çojnë Kosovën në një stad të zhvillimit të qëndrueshëm që mund pastaj të parafrohet me shtetet të tjera të Bashkimit Evropian, po as edhe me ato të rajonit, edhe me ato të Bashkimit Evropian. Kurti dhe vetëvendosja thotë që shumë çka në këtë vend, në këtë shtet ka filluar që nga dita kur ata kanë marrë pushtetin dhe ky është diskursi i tyre për cilin ne nuk mund t'i fajsojmë. E gjithçka çfarë mund të bëjmë ne është që ti dekonstruktojmë këto sajimet e tyre që janë manipulime në shërbim sigurisht të ruajtjes së votës së tyre, sepse nuk besoj që do të kenë mundësi për të arritur votën e tyre në asnjë formë në zgjedhjet e ardhshme këto që do të bëhen së shpejti dhe në zgjedhjet tjera kurdo që të bëhen, sepse maksimumi i votave të tyre mendoj që tashmë është i kaluar. Mirë po për ta është jetike, për ta ruajtur një votë që të synojnë... Këto janë veprime për të ruajtur votën. Absolutisht, për të ruajtur votën dhe për të siguruar që mbasi të dalin përsëri subjekti i parë politik, në mënyrë që përsëri ta marrin të drejtën e tyre për të bllokuar institucionet shtetërore ashtu siç i bllokuan. Për të formuar qeverinë, për të formuar institucionet. Ja, nuk besoj që ata do të kenë interes përsëri për të formuar qeverinë dhe nuk jo merrni çat drejt çollak. Jo, s'ka kush ja merr. Spektator, më kon politike dhe më kon spektator në tragjedie, por mua është e pakuptimt. Është duke garuar, nuk është ndista. Po mira, pjesën e partie që unë mendoj që është potencial enorm me luftu Kurtin. Vetëm ta kryej mendimin, pastaj Okej. Leresh mundesh me dhënë mendimin tuaj. E kanë paga minimale është rritur rënd kaluar. Mirë, po kjo rritje në këtë mënyrë, tani në prag të kësaj fushate, sigurisht që është një rritje tërësisht në shërbim të fushatës, mirë po në mënyrë të ndjeshme do ta vështirësoj në rend të parë sektorin privat. Mirë po pjesa dërmuese e votuesve që janë shtres ndoshta që i takon elektoratit të vetëvendosjes, nuk brengosen për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Ata me siguri që do ta mirëpresin një gjë të tillë, sepse do thonë nga sot e tutje, ata nuk e dinë që kjo do të prek pjesën dërmuese të sektorit privat. Ata mendojnë që edhe çesi njerëz prej punës, mund t'i sigurojnë secilit. Ata mendojnë që shteti ka parate mjaftueshme që janë duke fjetur dikun dhe tani ata do t'i marrin nga 300 ose 180 ose 150 që kanë pas 500. Mirë, po kjo është një gjë shumë e pavërtet dhe sigurisht që do ta dëmtoj dhe do të pasoja afatgjata, sepse probleme me këto vendimet që po i merr kjo qeveri nuk janë probleme dhe pasoja afatshkurta. Të gjitha këto janë pasoja afatgjata. Një shembull i thjesht, është një kompani e vogël, një dyqan me 3 punësuar dhe pronari. Pronari ka ndarë me aq sa ka pazarin dhe fitimin mund t'i paguaj 3 punëtor nga 400 euro. Pra, që i bin 1200 euro. Dhe t'i mbetet një 800 euro për familjen e ti. Momentin që i thonë 500 euro, atër nuk ka tyrat mjaftueshme për atë 500 euro, a i detyrohet që po 2 punëtorve t'ja bëj 500 euro, por të tretin ta largoj, të punoj ndoshta për veti pak më tepër dhe ta arri balancën. Në rastin më keq do ndodhej që atë Dordani. Shumë kompani që nuk kanë përfitime stabile ose të qëndrueshme do të detyrohen që të mbyllen në tërësi. Dhe në momentin që mbyllen ato kompani, pjesa dërmuese e atij stafi apo ata punëtor do të marrin rrugën e atyre që po lëshojnë. Ose që po thot informalitet, nuk ja paguajnë nuk e lajmërojnë punëtorin, nuk ja paguajnë kontributet shtetit, nuk ja çet domethënë rrugën bank, edhe jep. Edhe një element që është në rëndësi, bekimi e din, po e din edhe Iliri. Ekziston një proces ligjor i definuar se si rritet paga minimale. Paga minimale nuk është vendim arbitrar i kryeministrit. As punë dëshira. Domethënë, ekziston një proces ligjor, është Këshilli Ekonomik Social, i cili, me anë të cilit, dhe ku marrin pjesë aktert që prekan për kësaj, sindikatat, odat ekonomike, pra është një dialog shoqëror i cili
e bën edhe një gjë, i shpërfaq sektorët më të ndjeshëm. Dhe thot, e bojmë në këtë formë, në këtë mënyrë, dhe shteti hinë si ndërveprim, hinë si ndihmon në këtë orvatje. Këtu çka po ndodh, më fal, lutna, këtu çka po ndodh? Këtu po marrim vendim, që mos të keq kuptojnë se qytetarët mendojnë që jemi kundër kësaj teme. Nuk jemi unë personalisht, nuk jam kundër idesë së rritjes së mirëqenies asnjëri qytetar. Por nuk është shoqëria e ndërtuar dhe ekonomia, nuk është e ndërtuar në zyra të qeverisë. Ekonomia, biznesi konkret ndodh në treg. Dhe në treg nuk je ti i izoluar prej konkurencës, nuk je izoluar prej importit, nuk je izoluar prej kostove në rritje. Dhe nëse tu ka rrit rryma, ki inflacion, po të rritet presioni për mi rrit pagat, ti bësh jo konkurent, sepse nuk mundesh më me prodhu me çmim dhe ofertë të cilën konkuron në treg. Kur ndodh kjo, me këtë kurje të prodhimit që e kemi, pra prej 9%, atëherë duhet me qenë sinqert me vetën, në këtë rast edhe qytetarët, edhe me kuptu një herë mirë që shteti është orvatje serioze. E në kuadër të kësaj orvatjes, ekonomia është ushtrimi më serioz. Sepse është mirëqenia jonë. E nëse në kryet e ekonomisë vendosim njerëz që nuk e shpenzojnë as edhe 1 minutë kohë për dialog me biznese, nuk mund të kemi ekonomi. Se ta kuptojmë, jemi deri në